Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libri për mbledhje çështjeve nga dia e Imam Albanit rahimahullahu taala. Akoma jemi tek hyrja e këtij libri, nuk kemi futur tek fetfat e Sheikh Albanit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek tema besimtarët i unifikon akidja e sakt. Besimtarët kush i bashkon, kush i unifikon, a i unifikon diçka tjetër përpos akides, përpos besimit sakt? Jo. Çfarëdo lloj grupi që mundohet mi thirr njerëzit, muslimanët mu bashku, nëse për themel, për bazë, nuk e ka akiden e shëndosh, kur ata në dynjë nuk mundën mu bashku. Kur nuk mundën mu bashku. Lind një fitne, ata kanë ndarën për njerë. Se cilin atë ideologjinë e vetë dhe grupin e vetë. Thot, besimtarët nuk mund të unifikohen përveç se nën ombrellën e akides së pastër, asaj akide që i unifikoi kë sahabet. Sahabet, para ardhjes së Islamit, apo mushrikët, para ardhjes së Islamit, para se ta pranonin Islamin, ishin të përqarë në fise të ndryshme, apo sikur edhe shqiptarët që shkojnë përpara. Dhe çka bëri Islami? Akidja islame bëri që ata të bashkohen me një grup të fuqishëm përballë mushrikëve, përballë jo besimtarëve. Thot Allahu azza wa jall, kujtoni dhuntit e Allahut ndaj jush, sepse kur ishit në armiqsi i bashkoi zemrat tuaja. Ju ketë të armiqsuar. Erdh Islami, akidja islame, akidja shëndosh dhe ty të bëri të bashkuar apo të unifikuar. Cila mund të jetë ajo gjë që arriti të unifikoj sahabët e nderuar pasi ishin të përqarë, veç një fjalë. La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Që kjo fjalë u bë sebeb që ata u bashkuan. Mirë, po dikush mund me thonë, po këtë bë musliman të na thënë, la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, shia, të khawariji, murgjiu, ku e diune, gjehmiu, këtë thënë, qa? Atër këtu është një çështje se ata e keq komentojnë dhe nuk e kuptojnë në mënyrën se si e ka kuptuar Muhamedi alayhis salam dhe sahabët. Dhe siç na e ka transmetuar Allah subhanahu wa taala në ajete kuranore. Absolutisht nuk mund të unifikohen besimtarët përveç se në bazë të akides së pastër, përderisa vazhdojnë të jenë në divergjenca, në doktrina të ndryshme, besime të ndryshme, dhe thirrja e disave që qafirat i kemi përballë, ne duhet të bashkohemi gjithë qysh dush beso, nuk ka bereqet. Paramenoni vllazni, mu kanë dy grupe të muslimanëve. Një grup e beson Allahun hak, nuk i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, dhe grupi tjetër thotë jemi musliman dhe adhuron tyrbe e varre. Dhe dalin këto dy grupe përballen me qafirat në luftë, në betejë. Qafirat i kanë përballë. Para qafirave e kanë një tyrbe, ka met në tyrbe që aty, apo në drum, apo në gur, apo ku e diune. Edhe te grupi i muslimanëve është një grup që i beson tyrbeve e varreve. Qa ka me thonë ky kur del para armikut? Thot pret, ju thot komandantët apo muslimanëve tjerë, thot pret të bëj dua njerë. Ta luti këta, sepse jemi përballë qafirit. Atër çka do të ndodh? A ka me zbrit mëshira Allahut subhanahu wa taala te ky grup? Ja. Nuk zbret. Nuk zbret. Sepse je duke i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Diskutime dhe divergjencat vllazni në çështjet e fikhut nuk duhet mu bo kjo sebeb shkak për mu përqa vllaznia. Sepse, thot çka? Sepse janë çështje hilafie mosmarrveshjen mes dietarëve për një mesele të fikut. I çoi durt pas rukus, i lidhi durt apo nuk i lidhi. Ra me dur në sejdë, me duar apo me këmbë, me gjunje. Kjo nuk duhet mu bo sebeb që mu përqa vllaznia. Përqamjen e bën vetëm akidja e devijuar. Ç'kjo është? Në akide nuk lëshon pe në asnjë mënyrë. Çështjet e fikut, ku ka vend për ijtihad, këtu nuk ka problem.
Këtu nuk ka problem. Normalisht mirët çështjet pa epsh, sepse nëse mirët me epsh, atëherë futet, domethënë epshi dhe përçaren safat. Nuk mundet kursesi që palët mes të cilave ekzistojnë divergjenca në akide të unifikohen edhe nëse përpjekjet janë maksimale, pasi unifikimi mes dy të përkundërtave ose kontradiktore është i pamundur. Thot, nëse realisht kërkojnë thot unifikimin e radheve, atëherë duhet të punohet në korrektimin e akidës, në pastrimin e akidës. Gjithë hoxhallarët, gjitha grupet islamike, për themel, për bazë, duhet me pas të uhidin, akidën e shëndosh, mja mësu njerëzve. Mos shko të mëkati, paja shnosh, paja pastru akidën, paja pastru besimin e pastër. Se nëse besimin e pastër nuk e ka, themelet nuk i ka të pastërta, sa dushti që ti bloka, ajo shtëpi rënohet, një stuhi e vogël e rënon shtëpin. Për atë arsye, duhet me pas akiden e shëndosh. Dhe thirrja e gjithë pejgamberëve ka qenë pikërisht në çet akide të shëndosh. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar, nuk kemi dërguar apo para te që mos ti kemi shpallur se s'ka të adhuruar me të drejtë. Thot përveç me, andaj më adhuroni mua. Po ashtu vërtet ky është besimi juaj, besimi vetëm e unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni mua. Nuk do të mund të unifikohen rreshtat e muslimanëve përveç se në adhurimin e vetëm të Zotit të Madhërisht. Shohim thirrje, sidomos në kohën e Krishtlindjeve të jo muslimanëve apo festat, të ashtu quajtura festa, që marrin pjesë në përkisha të ndryshme me pretekstin e harmonisë ndërfetare. A e po të video në vllazni që e postova? A i po thot djali Zotit, Zoti lindi, në gjitha këto gjëra, në gjitha këto shpifje ndaj Allahut subhanahu wa taala, ti don mu unifiku? Jo, lekum dinukum waliya din. Ju keni fen tuaj, na i kemi fen ton. Po jo ti po thret kështu në përçarje në ku e diune. Jo, ai është krishter, unë jam musliman. Atëra të themi një fe të rejtë a gjojmë. Ai është shqiptar, unë shqiptar. Mirë, po në çështjet fetare nuk jemi bashkë. Nuk jemi bashkë. Lekum dinukum waliya din. Ti ki kishën tonë, unë kam xhamin time. Apo vjen ai më fal me ty në xhami? Pse po shkon aty ti në kish me hi? Aty zbret hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Sepse aty bëhet shirk Allahut azza wa jall. Aty po thuhet që Jezusi o Zot, aty po thuhet që Zoti ka lind. Aty po bëhet në formë të kukullës, po bëhet Zoti, jashtë quajtur Zoti. E shumë devijime dhe ti në emën të harmonisë ndërfetare shkon aty dhe bësh pjesë e asaj shpifje. Subhanallah, nuk shkon më ashtu. Po kjo nuk aludon që na si musliman që jemi të thirrur prej Allahut subhanahu wa taala të mos sillemi në mënyrën më të mirë të mundshme me jo muslimanët. Na sillemi mirë, edhe i throsim fen ton, jo me dhunë. Thirr në rrugën e Zotit ton, me udhësi, me këshill. Polemizo me kundërshtarët e tu, në mënyrën më të mirë. E ani o ju ahlul kitab, i thartë e librit, të besojmë në një Zot. Logjika e shnoshe pranon që ekziston vetëm një Zot, edhe ata e dinë Zotin këta, që është një krijues absolut. Si e bën figurë ti Zotin? Si e bën Zotin me mjekër të bardhë? Si e krahason ti, po e krahason krijesën me krijuesin? Më fali, po unë nuk më me besu këtë Zot kështu. Porse, e kam të urdhnuar prej Allah subhanahu wa taala, mu sjell mënyrën më të mirë. Edhe nëse të kam fëqinje krishter jehud, apo kush do qoftë, mënyrën më të mirë, unë kam mu sjell mënyrën më të mirë, kome të ndihmu, në çdo aspekt kome të ndihmu, në aspektin e dynjos, në aspektin e kësaj bote, mirë, po në aspektin fetar, ti e ki fen tënde, unë e kam fen time, nëse do në me vazhdu, në të bindjen tënde, vazhdo, dje që të pret, një zjarit të mërë shumë ditën e gjykimit, sepse je duke i shpif Allah subhanahu wa taala. Dhe këto e kom obligim me të kallëzu, sepse nesër ti
Kime më akuzu mu para Allahut subhanahu wa taala. Kime më mëse s'më kallëzova musliman. A e dite që kjo është shirk? A e dite që unë jam devijim? Për atë arsye, unë i bëj këto video, për atë arsye ju tregoj juve, dhe ju e përhapni të shokët tuaj nëse i keni jo musliman, dhe i tregoni, kjo është feja vërtet. Inna dine, inda Allahi l'Islam. Nëse do në me pranu, dëshmo se na jemi prej muslimanëve, thuj. S'do në me pranu, fashtë rrugës tonë dhe kripura. Prap jemi fëqinje. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, kjo është kështu sepse Allah është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet, kurse gjithçka që adhurohet përveç tij është e pavërtet, dhe padyshim Allah është më i lartësuar dhe më i madhërishmi. Kjo është mundësia unifikimit të muslimanëve nëse realisht janë të sinqertë. Pikë tjetër është tauhidi së pari. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala ka thënë, tauhidi është gjëja e parë. Tauhidi apo njëshmëria Allahut subhanahu wa taala, me të cilën çka hyhet në Islam. Për atë arsye ne u themi jo muslimanëve para se me hynë në Islam, studioni Islamin, studioni tauhidin, studioni njëshmërinë Allahut subhanahu wa taala, mos i krahasoni njëjtë krijuesin me krijesën dhe shprehni shahadetin me gjuhë që përmban tauhid. Njëshmëri. La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Dhe ti me këtë e ki marrë qelsin e gjennetit, vëlla jam. E ki marrë qelsin e gjennetit. Lumë për ty që je bo musliman. Dhe gjëja e parë është tauhidi, tham. Dhe gjëja e fundit me të cilët dilet nga kjo botë. Edhe çfarë? Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, kushdo që fjala e tij e fundit është la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, dakhala al-jannah. Shkon në gjennet. Herë do kur që kjo fjalë, që kjo adhurimi sinqert, herë do kur ka me të zjarë pi gjennemit, insha Allahu ta'ala. Subhanallah, një fjalë madhështore, veç me besu Allahun hak, dhe Muhammedin a.s. me besu hak, pe merë qelsin, dhe pastaj mbi këtë qels, kimi bo dhe vepra që të ka obligu Allahu, dhe kime fitu gjennetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mirë për ty, kur thua, o Allah, këthem edhe njerë në këtë botë, të bëj vepra të mira. Këthem edhe njerë, s'ka mo këthim, nuk ka këthim mo. Andaj, pastroj besimin para se me dorëzu shpirtin të Allahu azza wa jall, se mo nuk ka këthim. Mbrapa, thëtë Muhammedi a.s. kusht ka si fjalë të fundit dëshmin la ilaha illallah, do të hynë gjennet, pra tauhidi është obligimi i parë dhe i fundit. Sheh Sali Ali Sheikh, Allah ruajt, thot tauhidi ka ndikim shumë të madh si në dynjë edhe në ahiret. Nëse e ki tauhidin, mbështeten Allahu subhanahu wa taala, çdo lloj problemi që ty të ndodh, ti mbështetesh Allahut azza wa jall. Sepse e ki tauhidin e sinqert, mbështeten Allahun subhanahu wa taala, për sa i përket ndikimit të tij në jetën e kësaj bote është jeta e bukur. Kime pas jetë bukur. Allah subhanahu wa ta'ala ka me donë jetë bukur për kundër sprovave që mund t'i kesh, Allah subhanahu wa ta'ala ka me ta letësu sprovën. Pastaj thot dhe jetë të rehatshme, Allah i madhruar thot, cilin do mashkull apo femër që kryen veprat mira. Qoft mashkull, qoft femën. Nëse kryen veprat mira, duke qenë besimtar. Kush është besimtar? Besimtar sipas akidës besimit të pastërt, qysh e ka lyp ai nalt. Jo qysh e lypin njerëzit, po ai nalt qysh e ka lyp. Ndërsa besimi që e kanë të krishterët është qysh e kanë lyp njerëzit. Në konferencën e Nikese kanë kanë orë përfundim që Zoti Jezusi është djali i Zotit. Do më thonë besim që njerëzit e kanë shpif, e kanë shpik. Jo Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa Allah azza wa jall pi thot kushdo që beson kështu, në trinitet, në trini, në tri zotra, thot ata janë jo besimtar. Allah i ka thënë jo besimtar. Në Kur'an, fjalën e Allahut azza wa jall. Pastaj thot, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të qetë edhe të bukur. Po thot për besimtarët mashkull dhe femër. Dhe thot, ndërsa botën tjetër ndikimi më i madh i tij është të vdesësh duke mos i shoqëruar asgjë Allahut, mos mi bësh shirk. Kush vdes duke mos i shoqëruar asgjë Allahut, do të hyjë në xhennet. Herë do kur,
Nëse si ke bo shirkë Allahut azza wa jall, herë do kur ki mu fut në xhennet. Edhe nëse ke gjunahe, ndoshta deri këtu, je i mbushur me gjunahe, herë do kur, pas xhehenemit, ki me dal në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, vërtet Allahu nuk e fal që të adhurohet dikush tjetër pos ti, por gjunahe tjera më të vogla i fal kujt të doj. Demek nëse ti vdes me shirk, Allahu po të thot, nuk ti fal. Nëse ki shirk tash për momentin, pendohesh, vdes duke u penduar, në rregull jemi. Ama nëse vdes me shirk, pa u pendu, nuk ka mëkat më të madh që Allah subhanahu wa taala nuk ta fal këtë mëkat. Ndërsa mëkatet tjera, nëse personi nuk ka shirk, nëse don i fal të gjitha. Ajo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Nisu nga kjo detyra e parë për njeriu është mësimi i tauhidit, dhe thot transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelin kur e dërgoi në Yemen, çka i tha? Ti po shkon te një popull ahlul kitab, gjëja parë që do thrasër është tauhidi, shahadeti. S'pi thot zakati, s'pi thot namazi, pi thot mas pari thuje shahadetin. Jo me shku tek një popull ahlul kitab, apo tek mushrik i dhojtar, apo budista, me thonë muzika është haram. Këtë Allah, njërë shahadetin le të thotaj. Se s'ko dispozita për të. Poshtë kufrit dhe shirkut nuk ka më gjunat të ta. Kjo është baza. Nëse hiqet kjo, shirku, vjen të uhidi, pastaj i vjen gjunahet që duhet me largu robi. Ju kom të regu një rast në Rusim do këtë, po? Edhe ka dosh me pranu islamin. Ha? Po, ka dosh me pranu islamin. Dy raste, një rasti me thebeve dhe një rasti alkoholit. Thot, vëlloj, une pe pranoj islamin, ama këtu është vendi ftoftë dhe nuk muj me lonë alkoholin. A bon? Ja, dhe zbon, thot. Subhanallah. Për e të pranoj njerë islamin, le të pina alkohol. Mësni qaj islam alkoholin ja hek. Këtu kemi të bëjmë me shirkun, që e ka shirkun, dhe i dyta kemi të bëjmë me mëkatin që është alkoholi, apo? Ho, le alkoholin njerë, le të pin, po themi kushtimisht, le të pin. Aj njerë le të ashpër shahadetin, le të hin në islam. Pastaj që ky islam, kur janë njësa i namazit, i vje marë për Allah subhanahu wa ta'ala, me pi alkohol, edhe e nalë alkoholin. A e dini që kemi në vllazni, që përdorin drogën edhe falin 5 vakte? A e dini? Ka? Qa ti themi, mos mu fal ati? Sa i namaz du të botë sebe mu largu njerëzit nga i vesi keq. Mirë po themi, këto janë mëkate që nuk nxjerrin nga feja. Ata insistole ta pranon islamin, subhanallah, me kalimin e kohës pastaj. Ai fuqizohet në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot çka, nëse ata të binden këtë gjë, ata tregojnë se Allah ja ka bë obligim 5 vaktin. Pastaj thot, nëse ata mësojnë këtë gjë dhe falen, ata tregojnë se Allah u ka bërë detyrim dhënien e zakatit nga pasuria e tyre, e cila merret nga të pasurit në mesin e tyre, dhe ju bëhet dhe u jepet të varfërve. Nëse ata pranojnë këtë gjë, atëherë merret zakatin e tyre për kujdes që të mos marrësh pasuritë që janë të vlefshme për ta, muttefekun alej. Dobit e përfituara nga ky hadith. Detyra e parë ndaj njerëzve është tauhidi, dhe ky është medhebi i gjithë dietarëve të ahli sunnetit dhe pasuesve të ahli sunnetit dhe imamëve të selefëve. E dyta, gjëja e parë të cilën i fton njerëzit është fjala e tauhidit la ilaha illa Allah. Nuk ka dobi vllazni namazi pa tauhid. Nuk ka dobi namazi pa tauhid. Nuk ka dobi agjërimi pa tauhid. Nuk ka dobi zakati pa tauhid. Nuk ka dobi haxhi pa tauhid. Nuk ka asnjë dobi nga të gjitha veprat pa tauhid. S'po thot nuk ka dobi zakati pa namaz, po pa tauhid po thot. So ka fetva që thon nuk ka dobi agjërimi pa namaz, nuk ka dobi zakati pa namaz, nuk ka dobi haxhi pa namaz, nuk ka asnjë vepër dobi pa namaz. Po jo, gabim është kjo. Është pjesë e sunnetit që thot, mi po themi se është gabim. Nuk ka dobi pa tauhid. As namazi, as zakati, as agjërimi, as haxhi, as gjitha veprat. Kuptimi i dëshmisë la ilaha illallah, me kuptu fjalën la ilaha illallah,
është veçimi i Allahut të lartësuar me adhurim dhe lënia e adhurimit të çdo kujt përveç ti. Fjala el ibada, adhurim nga ana gjuhësore do thot për ulje dhe nënshkrim, ndërsa në aspektin e legjislacionit është emër i përmbledhës, thot i çdo gjëje që Allahu e do dhe është i kënaqur me të, përveç thot me të prej fjalëve dhe veprave të dukshme dhe të fshehta. Pse thuhet la ilaha? Mas pari po i mohon këtë zotnat. Ta ashtu quajtë zot, la ilaha. S'ka të adhuruar. Këtë njerë për hek, illa Allah. Përveç Allahut. Nëse kreti hekish, çka mbetet? Mbetet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot ligjshmëria e dërgimit të thirrësve në vende të ndryshme për t'i ftuar njerëzit në fenë e Allahut azza wa jall. Do të thonë hadithe pe kuptojmë që lejohet mi çu njerëzit në budavet. Shkon në Evropë, shkon në Amerikë, shkon në Kanada, shkon në Afrikë, shkon ku e diune, bën davet. Shkon bën davet, pastaj ktheu. Pastaj thot namazi është obligim madhor pas 2 dëshmive, pas shahadetit, shtylla kryesore është namazi. Pa namaz ku do të shkuti? Dietarët kanë thonë çështja e namazit është sikur një shator. A keni pas shatorin që është krejt? A janë midis, a është e mon shatorin? Po e hiqë që ato bjerë. Ç'është namazi? Pa namaz ku do të shku? Zbon pa namaz. 5 vaktin e ki obligim. Pastaj thot zakati është shtylla më e fortë pas namazit. Aqimus salah wa atuz zakah. Falë namazin, jepni zakatin. Thot i cili merret nga të pastrurit dhe u jepet të varfërve, pajisja me dituri gjatë thirrjes së njerëzve. Me ditë çka po thrasesh, o vllaja. E jo me çu njerëz që nuk ja pranojnë islamin ati që pin alkool. Me ditë si po e thret, dhe kjo përfshin në një dituria rreth gjendjes së atij që ftohet. Me ditë gjendjen e atij personi që po do me thirr në islam. Çfarë gjendje është? Ndoshta personi është krishter, duhet mi fol në rrethonat krishtere. Nëse personi është jahudi, në aspektin e jahudizmit, duke i ndërlidhur me Musa alayhis salam. Nëse është mushrik, duke i fol për shirk. Nëse është ateist, duhet mi fol për ateizëm, duhet mi fol se krijuesi ekziston. Te krishterët besohet që krijuesi ekziston, s'ka problem këtu. Te ateistat na e kemi problemin që çka? Që thon s'ka Zot. Ama duhet me ditë gjendjen në të cilën thret. E dyta, dituria tek i cila fton. Me ditë vllajam, çka po thret? Sheikh Albani rahimullahu taala thot me një vend, me një kaset, thot gjendja muslimanëve sot është sikur një musliman del përpara një jo musliman e ka shpatën me veti edhe i thot pranoj islamin. Dhe ai pitutës, jo muslimani thot po mirë, pe pranoj, veç kallzon çka më thon. Vallahi nuk di. Ç'është gjendja muslimanëve? E sotshme. Ai thot po du me pranoj islamin, ndërsa ti nuk din çka më thon çysh me pranoj islamin. Mi la ilaha çka është la ilaha illallah? Ka mundsi më kallzu? Vallahi s'di. Hasë çete hoxha. E ti pse po vjen ligjërato? Po vjen me ngu hoxhën për mi transmetu tjetrit. Pastaj thot dituria rreth mënyrës së thirrjes, me gjet mënyrë, urtësi dhe mënyrën më të përsosur me gjet. Mas pari, me thon tauhidi, pastaj namazi, zakati kështu me dhar. I dërguari Allah sa sam dërgoi Muadh ibn Jabelin në Yemen sepse ai ishte i ditur më shumti për halalin dhe haramin. Në hadith tregohet 3 shkallë të thirrjes: ftesa për tek dëshmia, la ilaha illallah, wa anna Muhammed Rasulullah, ftesa për faljen e pas namazeve, ftesa për dhënien e zakatit e kështu me radhë. E 9.9 është njohja e aktualitetit. Me ditë çka po ndodh në atë vend, çka po kërkohet në atë vend. Thot i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam, ja sqaroi Muadhit gjendjen e atij populli, po shkon te një popull ahlul kitab, një popull që janë krishter, jahudi. Pja tregon rrethonat. Për atë arsye kur shkon një thirrës vllazni me një vend caktum, e gjen një person xhamis apo një udhëheq si është i xhamis, edhe e pyet, për çka më shumë ju lëngoni? Çka ju nevojitet më shumë te ju? Që është pak më e dopt te ju, që nuk praktikohet, e pyet gjendjen e xhamatit. Jo disa mesele mi trajtu që ata hala janë në livban, ndoshta. Mirë po ka raste janë shumë haj
në atë kategorinë e nalt, e ti me shku me i shpjegu disa gjëra të thjeshta. Duhet me ditë gjendjen në të cilën thret. Dhe kjo është gjendja e aktualitetit. Dhe thot çka? Kjo është nëpërmjet dy rrugëve, me anë të shpalljes, me anë të dijes. Një aktualitetit njihet përmes Kuranit dhe Sunetit, nuk do me thonë që mu njoft nëpërmjet leximit gazetave, përpara gazetat që kanë qenë, nëpërmjet lajmeve të ndryshme që i bëjnë kafirët apo që fusin në dhërrana dhe gënjeshtra. Subhanallahu, ishe muslimant përhapen lajme kundër vendeve të muslimanëve, kundër vetë muslimanëve dhe burimin e kanë të qafirat. Allah në Kur'an po e potencon in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Nëse di vjen një fasik, një mëkatar, thot rishqyrtojeni. Këqyrni mirë njerë, verifikojeni, thot, lojnë prej mëkatarit. E ku është çështja e qafirit në të ardhë? Qafiri. Pe merë qafiri, lajmin e qafirit, pe godet një musliman. Pa i të rrenë Allah. Qysh po e merë ata si të më jishqenë atë fjallë të qafirit? Prej muslimani gjunakt qarë duhet me verifiku lajmin e lemo prej qafirit që ka qëllimin me i dëmtu muslimanet. Thot, kjo të regon dhe me anë të dijes dhe përvojës, kjo të regon qarë se thirrsi duhet ta njohë mirë gjendjen e atyre që do të thejnë islam, një aktualitetit njihet nëpërmjet Kuranit dhe Sunetit dhe jo si shtam nëpërmjet revistave, dhe lundrimin e kanalet satelitore është se humko nëse mirësh me lajme të tepërta, humbi shko, humbje umetit dhe devimit ti, humbje përpjekjes dhe energjisë, barë për të rinjët musliman rreth çështjeve që atyre nuk u interesan, dhe thot në fund hadithi është rufe mbi kokat e atyre që nuk pranojnë argumentimin me hadithin ahad. Që është një argument shumë i fuqishëm më së harën e vëllazni. Kemi një disa grupe të caktuara që thënë hadithet ahad nuk pranohen në akide. Hadithi ahad është 1, 2, 3. Një transmetues 2 deri në 3, më shumë se 3 bëhet mutawatir. Atëherë çka? Thënë çështjet e akides nuk pranohen, pse se është një transmetues ka mundësi me rrajt, jo me rrajt, po ka mundësi me gabue, ku e diona ne keni. Mirë, Muadhi ibn Xhebeli ishte një dhe transmetoi tauhidin tek një popull. Ata tashmë quhet dhe me thonë, jo, ti je një, sillna edhe një tjetër. Sillna një grup se na smujmë me ta pranua. Është kjo e logjikshme? Nuk është e logjikshme. Dhe për fund, burimet e akides, akidja ka 2 burime themelore, librin e Allahut të lartësuar Kur'anin dhe Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe thot nga Abu Huraira transmeton Muhamedi alayhi salatu wassalam, ju kam lënë 2 gjëra, nuk do të humbisni nëse do të kapeni pas tyre libri i Allahut dhe Sunetin tim. Këto të 2 nuk do të ndahen derisa të vinë tek haudi im ditën e gjykimit. Në Sheikh Albani rahimahullahu taala thot pasi që janë shtuar grupet e ndryshme, thot personi që i ka 2 alamete është duke ecën, bashkë që shtuar potencial e thot, në rrugë të drejtë, null drejtët. Thot 2 alamete i ka, gjithmonë thot në gojë ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, dhe alameti i 2 thot kjo është sunet, kjo bidat. Kush i ka çto 2 alamete është të ecën null drejt. Edhe njerë, 2 alamete, 2 shenja. Shenja a parë, gjithmonë thot në gojë ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi. Dhe e dyta, kjo sunet, kjo bidat. Nëse i shihni qëta o gjallarë qështu që janë, atër dine që këta janë të ecë në rrugën e drejtë deri në takimin e radhës. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu yaghfir lak.